Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në qendrën e numrimit dhe të rezultateve vazhdon procesi numrimit të fletvotimeve nga votimi jashtë Kosovës në përfaqësi diplomatike në botë. Sipas të dhënave të përditësuara mbrëm, në faqen e KQZ-s janë numruar 29.19% ekutive. Nga këto numrime, lëvizja vetëvendosje ka marrë 81.89%, LTK-ja 7.21%, PDK-ja 5.75%, AK Nisma 1.54% dhe Koalicioni për Familjen ka marrë 1.07%. Më 8 shkurt 2025 është votuar në 30 përfaqësi diplomatike me gjithsej 43 vend votime. Ka filluar seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Gjilanit ku pritet të votohet buxheti për vitin 2025. Kryetari i kësaj komune Alban Hyseni ka kërkuar nga opozita që ta mbyllë seancën e jashtëzakonshme dhe të kalojnë në seancë urgjente të ftuar nga ai. Ndërkohë asamblisti i lëvizjes vetëvendosje Ismail Kurteshi ka kërkuar nga palët që të harmonizojnë qëndrimet dhe të vazhdohet tutje. Pra, nuk thot askund, asnjë ligj pozitiv pra në fuqi i Republikës së Kosovës që kryetari i komunës ose ekzekutivi e ka obligim ligjor që të mbajë dëgjim publik. Vazhdojmë me lajme të tjera. Kongresisti amerikan Richie Torres ka reaguar ashpër kundër deklaratave të Kingsley Wilson, zëvendës sekretarës së shtypit në Departamentin e Mbrojtjes lidhur me Kosovën. Wilson kishte shkruar bëje Kosovën sërish Serbi. Deklarat kjo që sipas Torres është një përpjekje turpshme për ta delegitimuar Kosovën. Torres në një postim në platformën X ka theksuar se Kosova ka qenë dhe vazhdon të jetë aleati më i madh amerikan në Ballkanin Perëndimor, duke refuzuar çdo përpjekje për ta ndryshuar historinë. Këshilli shtetëror për shënimin e 27 vjetorit të epopesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës diskuton për përgatitjet rreth manifestimit për nder të kësaj epopeje. Këtë ka bërë të ditur dje ministri i kulturës Hajrullah Qeku, i cili edhe tregoi për bërjen e këtij këshilli, ku kryesues do të jetë ministri i mbrojtjes Ejub Maqedonci e bashkëkryesues kryetari i komunës së Skënderajt Fadil Nura. Antar do të jenë edhe ministra, Bashkim Jashari komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Gazmend Hoxha drejtori i policisë, përfaqësues nga organizatat e dala nga lufta e UÇK-s, dhe i është kërkuar presidentës Kuvendit të Kosovës dhe Asociacionit të Komunave të Kosovës që ta dërgojnë nga një përfaqësues. Ndryshe, sulmi i ndodhur më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 kishte marrë jetën e 55 personave në prekaz të Skënderajt, 22 prej të cilëve familjar të ngushtë të Adem Jasharit. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka pritur sot në takim përfaqësues të disa organizatave jo qeveritare në Kosovë, ku është diskutuar rreth përgatitjeve për themelimin e Komisionit Presidencial për Drejtësinë Tranzicionale. Në një njoftim për media u tha se themelimi i këtij komisioni rrjedh nga strategjia për drejtësinë tranzicionale të Kosovës, ndërkaq procesi i funksionalizimit të tij do të vazhdojë në javët në vijim në bashkëpunim me organizatat përfaqësuese të viktimave të luftës në Kosovë, shoqërinë civile dhe partnerët ndërkombëtar. Osmani ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen dhe angazhimin e organizatave jo qeveritare në proceset që lidhen me drejtësinë tranzicionale dhe ka falendëruar të pranishmit për gatishmërinë e tyre për të kontribuar në këtë proces. Ndrojmë temë, ka vdekur në moshë të re aktori kosovar Lulzim Rexha, i cili vuante nga një sëmundje e rëndë dhe ishte për trajtim në një klinikë në Gjermani. Rexha për shumë vite ishte pjesë e projekteve të ndryshme filmike, teatrale, por edhe aktivitete të ndryshme publike. Ai po ashtu
ka luajtur role të ndryshme në përshfaqje të cilat janë prezantuar në Kosovë, rajon, Evropë e madje edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I ndjeri la pas vetës gruan dhe 2 fëmijë. Vazhdojmë me lajmet nga bota. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky do takohet me presidentin e SBA-s Donald Trump në Washington të premtëm për të nënshkruar një marrëveshje për ndarjen e burimeve minerale të vendit të tij, ka thënë Trump. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka përshkruar marrëveshjen dypalëshe si paraprake dhe tha se ai dëshiron marrëveshje të mëtejshme që përfshin garancitë e sigurisë së SBA-s për të penguar agresionin rus. Por Trump tha se SBA nuk do të jap shumë garanci, duke thënë se përgjegjësia duhet të bijë Evropës. Trump gjithashtu me sa duket përjashtoi mundësinë që Ukraina të bëhet anëtare e NATO-s, një nga ambicjet e gjata të Zelensky. Duke folur në një takim të kabinetit të tij të mërkurën, Trump tha se pranija e punëtorëve amerikan që nxjerrin metale të rralla të tokës në tokën ukrainase do të ofronte siguri automatike për Ukrainën. Ai tha se Kijevi duhet të harrojë antarësimin në NATO dhe përsëriti pretendimet e Rusisë se çështja ishte një nga faktorët shtytës të luftës. Por Zelensky tha se pa garanci sigurie ne nuk do të kemi pushim dhe asgjë nuk do të funksionojë. Dua të gjej një rrugë të NATO-s apo diçka të ngjashme, tha ai. Rusia e ka kundërshtuar vazhdimisht idenë e antarësimit të Ukrainës nga frika se kjo do t'i afronte forcat e NATO-s shumë pranë kufive të saj. Në vitin 2008, Aleanca kishte thënë se Ukraina mund të bashkohej përfundimisht. Trump ka sugjeruar se trupat paqëruajtëse evropiane mund të vendosen në Ukrainë si pjesë e një marrëveshje anëpushimi, por Rusia thotë se është kundër kësaj. Putin ka thënë gjithashtu se është i hapur për t'i ofruar SBA-s qasje në minerale të rralla, duke përfshirë edhe Ukrainën e pushtuar nga Rusia. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Sir Keir Starmer, do të takohet gjithashtu me Trump dhe Zelensky veçmas këtë javë për të diskutuar luftën në Ukrainë. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.